Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Zoti Bajram Begaj ka qenë sot në Gjirokastër, ku gjatë takimeve të tij ka marrë pjesë edhe në aktivitetin që u zhvillua në Universitetin e Qerem Çabej, kushtuar gjuhës shqipe dhe rolit të saj në identitetin kombëtar. Gjirokastra vazhdon të jetë një nga qytetet më të vizituar në jug të vendit dhe në muajt e vjeshtës së vonë. Kalaja e Gjiros vazhdon të tërheqë turistë të shumë, të cilët mbërrin për të parë historinë dhe arkitekturën që ofron. Në Këlqyr, mbledhja e të ardhurave vendore gjatë 10 mujorit të parë të vitit paraqitet pozitive. Sektori tatim taksave raporton se plani është realizuar në 60%. Bashkia e Konispolit ka nisur sezonin e vjeljes së agrumeve dhe ullinjve. Sipas drejtoreshës së bujqësisë Morena Baçi, ky vit ka një rendiment më të ulët krahasuar me vitin e kaluar, por pa problematika të theksuara. Ju njohim tani më gjërësisht. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Zoti Bajram Begaj ka qenë sot në Gjirokastër, ku gjatë takimeve të tij ka marrë pjesë edhe në aktivitetin e zhvilluar në Universitetin e Qerem Çabej, kushtuar gjuhës shqipe dhe rolit të saj në identitetin kombëtar. Ndërkaq, aktiviteti mblodhi studiues akademik dhe personalitete të kulturës shqiptare nga mbar trojet në një veprimtari të përbashkët të shoqatës atletare kulturore Labëria dhe Universitetit. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj zhvilloi sot një takim në Gjirokastër në kuadër të ditëve të shënuara të nëntorit. Presidenti Begaj, i ftuar nga shoqata atletare Labëria Nderi Kombit në takimin ndërkombëtar për gjuhën shqipe, një aktivitet i organizuar në bashkëpunim me Universitetin e Qerem Çabej. Gjatë kësaj vizite, presidenti Begaj përcolli mesazhe të rëndësishme për sa i përket ruajtjes dhe pasurimit të gjuhës shqipe. Në fjalën e tij përshëndetëse, kreu i shtetit vlerësoi domethënien e thellë të gjuhës shqipe si shpirti dhe ashti i kombit shqiptar, duke e lidhur aktivitetin me datat e shenjta të muajit nëntor në javën e alfabetit. Ky takim fakt bëhet në një muaj me domethënie të mëdha kombëtare, në muajin e flamurit dhe të çlirimit, që përkon edhe me fillimin e javës alfabetit sot, dita e alfabetit të shqipes, që ne kemi të përcaktuar festë kombëtare me 22 nëntor, një nga ditët më të shenjta të historisë tonë kombëtare. Për më tepër, ky aktivitet zhvillohet në Gjirokastër. Në Gjirokastër në bashkëpunim me Universitetin e Qerem Çabej, një emër shumë i madh, një figurë e shquar e gjuhës shqipe, studiues i përmasave europiane e Qerem Çabej. Po ashtu mbahet në Gjirokastër, ku kemi një emër tjetër të madh, Ismail Kadare, i cili thot, gjua është adeut, dhe ne duhet me shumë mirënjohje dhe respekt i kujtojmë këto figurat të mëdha tona, përveç tjerë. Kongresi i Manastirit i vitit 1908 mbetet një ndër momentet më të ndritura të historisë shqiptare. Pas kuvendit Lezhës dhe lidhjes së Prizrenit, ishte Kongresi i Manastirit që përcaktoi rrugën e bashkimit shpirtëror dhe kulturor të shqiptarëve përmes njësimit të alfabetit të gjuhës shqipe. Me atë vendim, u hodhën themelet e identitetit tonë modern dhe u ndes drita e një bashkimi që do përkatësiste pavarësinë tonë. Presidenti i Republikës vlerësoi kontributin e deritanishëm për ruajtjen, përcjelljen dhe pasurimin e gjuhës shqipe, ndërsa bëri apel për një strategji të re për mësimin shqip të fëmijëve që jetojnë jashtë. Një gjuhë është e fortë kur është gjuhë e arsimit, e dijes dhe e komunikimit të përditshëm, por ajo duhet përditësuar. Çdo koncept i ri, i cili vjen nga jashtë, duhet shqipëruar. Kjo nuk është çështje e një përktimi të thjeshtë apo të rëndomtë, por është e përshtatjes së botkuptimeve midis kulturave të ndryshme. Prandaj politika gjuhësore duhet të jetë prioritet kombëtar i përhershëm. Një pjesë e rëndësishme e fatit shqipe sot luhet jashtë kufive tanë, jashtë kufive politikë të atëherë. Shumë shqiptarë jetojnë jashtë trojeve etnike, si diaspore vjetër dhe ere. Kjo bën çështjen e gjuhës një detyrë kombëtare të përbashkët. Në shumë vende të botës shqiptarët janë integruar plotësisht në shoqëritë vendase. Ndaj ruajtja e gjuhës shqipe bëhet detyrë. Fëmijët e brezave të ri shpesh e mësojnë shqipen vetëm në familje
ose e përdorin në mënyrë të pjesshme. Në këto rrethana, mësimi i gjuhës shqipe bëhet mision dashurie dhe përkushtim. Janë mësuesit, prindrit, shoqatat kulturore dhe klerikët, ata të cilët duhet ta mbajnë gjallë këtë lidhje shpirtërore. Ata janë ambasadorët e gjuhës sonë në botë. Në mbyllje, presidenti falenderoi organizatorët dhe Universitetin e Qerem Çabej për kontributin dhe promovimin e gjuhës dhe kulturës shqiptare, duke theksuar se ruajtja e Shqipes është ruajtja e vetatdheut. Kreu i shtetit u prit nga kryebashkiaku Flamur Golemi dhe autoritetet vendore, e po ashtu zhvilloi vizitë në shtëpinë muze të Ismail Kadares, në obeliskun e arsimit dhe në kalan e Gjirokastrës. Gjirokastra vazhdon të jetë një ndër qytetet më të vizituar në jug të vendit edhe në muajt e vjeshtës së vonë. Kalaja e Argjiros vazhdon të tërheqë turistë shumë, të cilët mbërrin për të parë historinë dhe arkitekturën që ofron. Jemi në mes të muajit nëntor dhe vizitueshmëria në Kalan e Argjiros vazhdon të jetë e lartë edhe në këtë periudhë të vitit, ku dominojnë turistët gjerman, spanjoll dhe ata grek. Është një vend fantastik, me një histori të kësaj kalaje shumë interesante dhe pamjet panoramike nga lartësia e kalas janë breslënëse. Vim nga Gjermania, është era e parë që vizitoj Gjirokastër dhe kjo kështjellë është unike në llojin e saj, që nga historia dhe arkitektura. Jemi me një gujë turistike, po vizitojmë jugun e Shqipërisë dhe nuk mund të iknim pa parë nga afër madhështinë e kësaj kalaje, me histori impresionuese, për të cilën kishim dëgjuar në media të ndryshme dhe aq më tepër duke qenë edhe pjesë e UNESCO-s. Sipas kreut të drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore, Ardis Duka, interesimi për Kalan ka qenë i qëndrueshëm për gjatë gjithë sezonit. Edhe tani, fluksi mbetet i kënaqshëm. Ndërkaq, Duka theksoi se ka arritur 300.000 numri i vizitorëve që kanë vizituar Kalan e Argjiros. Kala e Gjirokastrës dhe qendra historike e qytetit Gjirokastrës vazhdon të ketë një numër të lartë vizitorësh për periudhën që neve jemi. Ka si edhe një rritje të vëmendjes ndaj qendrës historike të Gjirokastrës dhe në periudha të cilat kanë qenë me fluks të ulët vizitorës, siç është nëntori, dhjetori apo muajt e dimrit, pasi fluksi kryesisht është i përqendruar nga muaji maj deri në muajin tetor, por që kemi një rritje dhe një qëndrueshmëri të numrit të vizitorëve. Kalaja e Argjiros vazhdon të jetë një nga pikat më të vizituara të jugut, duke tërhequr vizitor vendas dhe të huaj edhe në periudhën e vjeshtës së vonë. Bizneset në Ksamil raportojnë një sezon turistik të suksesshëm këtë vit me rritje të ndjeshme të ardhurave ekonomike. Administratorët e bizneseve shprehen se fluksi turistëve vijon edhe pas përfundimit të sezonit veror, ndërsa pritshmëritë për muajt e ardhshëm janë më pozitiv krahasuar me vitet e kaluara. Ky trend tregon se Ksamili mbetet një nga destinacionet më të vizituara të Bregdetit shqiptar, duke ndikuar drejt për drejt në zhvillimin e ekonomisë lokale. Bizneset në Ksamil kanë përjetuar këtë vit një sezon turistik të suksesshëm, i cili ka ndikuar ndjeshëm në rritjen e të ardhurave të tyre ekonomike. Administratorët e bizneseve në zonë bëjnë me dije se fluksi i vizitorëve këtë vit ishte më i lartë se ai i vitit të kaluar dhe si pasojë edhe shpenzimet e tyre ishin më të shumta. Faktikisht fast foodet dhe supermarketet mendoj se kanë ecur mirë këtë sezon. Ka qenë periudha diku nga prilli deri në qershor, ka pasur sezonet e kaluara nuk ka filluar sezoni në fillim si të thuash si ky vit. Ka filluar më herët dhe ka mbaruar më vonë. Në fakt nga viti i kaluar ishte më mirë. Mendoj unë tani, flas për vete. Ishte më shumë fluks turist. Ishte më shumë ardhi nga vitet e mëparshme. Kryesisht çfarë blejnë turistët në biznesin tuaj kur vjen? Po kryesisht në biznesin tim turistët të blejnë gjërat këto që u duhen në det, për shembull rroba banje, shapka, komerdare, gjëra lodra për fëmijë, gjërat e detit më shumë. Këto preferojnë syze, gjëra kështu. Po mirë, ka qenë e përgjithshme mirë, më mirë se sa vitin e kaluar. Po patjetër për turizmin ndikon mirë dhe shërbimi ka të bëjë. Sipas tyre, ky trend pozitiv reflekton në rritjen e interesit të turistëve për Ksamilin, i cili vazhdon të jetë një prej destinacioneve më të preferuara gjatë gjithë vitit. Aktualisht ka
ka akoma turist. Unë çmimet nuk i kam lëvizur nga vjet edhe këtë vit. Kam mbajtur një çmim të arsyeshëm, pastaj fast foodi tërhiqet gjithmonë nga turistët. Kjo normale është dikon për mirë, gjithsesi për mirë. Dhe shpresojmë të kemi akoma. Shpresojmë dhe gjatë dimrit. Po, me pakic po them se do ketë. Se çdo vit ka patur. Jo atë fluksin e verës, po që ka, njërë masive, po që ka, akoma ka, vazhdo të ketë. Tani varet, po që si duket, vazhdo në akoma, kjo varet edhe nga koha, si do mbajnë. Pritshmëritë për muajt e ardhshëm janë më pozitiv se vitet e kaluara, duke dhënë shpresë për një sezon turistik edhe më të suksesshëm dhe për forcimin e ekonomisë lokale. Në Këlqyr, mbledhja e të ardhurave vendore gjatë 10 mujorit të parë të vitit paraqitet pozitive. Sektori tatim taksave raporton se plani është realizuar në 60%, ndërsa sfidë vijojnë të mbetet në debitorët, kryesisht bizneset e vogla që nuk kanë shlyer detyrimet ndaj bashkisë. Bashkia e Këlqyrës ka mbyllur 10 mujorin e këtij viti me rezultate pozitive në mbledhjen e të ardhurave vendore. Sipas përgjegjës së sektorit të tatim taksave, Leonora Jakupi, plani i të ardhurave nga bizneset dhe taksat e tokës është realizuar në nivelin 60%. Të ardhurat shkojnë deri tek 60%, të përmbledhura me biznes, me familje, me toka. Të përmbledhura të gjitha njësitë administrative, Suk, Ballaban, Dëshnicë dhe Këlqyr. Por kemi dhe debitor, të cilët nuk i kanë derdhur taksat deri më tani. Në Bashkinë Këlqyr kemi 178 biznese, 154 janë bizneset vegjël, 24 janë bizneset të mëdhenj. Përfshirë këtu dhe njësitë administrative, Suk, Ballaban dhe Dëshnicë. Kemi patur dhe celje të reja, por neve me paketën fiskale kemi lënë që celjet e reja nuk tatohen për një vit. Përveç se masave shtrënguese, ne kemi marrë dhe disa masa lehtësuese për bizneset. Masat lehtësuese nga ana e bashkisë u kemi ofruar mundësinë e pagesës me këste, për të gjithë shumën e detyrimeve që kanë bizneset kundrejt bashkisë, duke nënshtruar dhe akt marrëveshje midis bashkisë dhe bizneseve. Megjithatë, Jakupi thekson se problematike vazhdueshme mbeten debitorët, kryesisht bizneset e vogla, që nuk kanë shlyer detyrimet ndaj bashkisë. Ajo u bën thirrje subjekteve të respektojnë afatet ligjore. U bëjmë thirrje të gjithë bizneseve, familjarëve, për të shlyer të gjitha detyrimet e tyre brenda afatit të caktuar, sepse në të kundërt do të merren penalitete dhe më shtrënguese, deri në ndjekje penale. Bashkia pritet të intensifikojë njoftimet dhe verifikimet ndaj bizneseve që kanë detyrime të pashlyera me synim për të rritur nivelin e arkëtimit deri në fund të vitit. Bashkia e Konispolit ka nisur sezonin e vjeljes së agrumeve dhe ullinjve. Sipas drejtoreshës së bujqësisë Morena Baçi, ky vit ka një rendiment më të ulët krahasuar me një vit më parë, por pa problematika të theksuara. Sipërfaqet më të mëdha të mbjella në Konispol janë me agrume, kryesisht mandarina dhe portokalle. Bashkia e Konispolit ka hyrë tashmë në sezonin e vjeljes së agrumeve dhe ullinjve. Drejtoresha e bujqësisë Morena Baçi thotë se ky vit ka ardhur me rendiment më të ulët krahasuar me një vit më parë, por pa problematika të theksuara që të ndikojnë ndjeshëm në prodhim. Ashtu siç e dim të gjithë, Bashkia e Konispolit tashmë ka hyrë në sezonin e vjeljes së agrumeve, gjithashtu edhe ullijve. Me ullit normalisht kemi pas ndonjë problem. E vetmja gjë është që kemi sasi rendiment më të ulët këtë vit në krahasim me vitin e kaluar, por që nuk kemi probleme. Nga kontaktet që kemi me fermerët përsëri edhe rendimenti i agrumeve është pak më i ulët. Ka filluar diku te 15-20 tetori dhe pritet të mbaroj fund dhjetori ose edhe mes janari, varet. Konispoli njihet për sipërfaqet e mëdha të mbjella me agrume, të cilat përbëjnë rreth 90% të kulturave bujqësore të zonës. Kultura kryesore mbetet mandarina, ndërsa pjesa tjetër përfshin portokallet dhe kultura të tjera shoqëruese. Vazhdojmë me agrumet, domethënë mandarin, portokalle, agrume në përgjithësi kemi diku te 1250 hektar për afërsisht. Pjesa më e madhe normalisht është mandarin, diku te 45% është portokallë.
Në total në teritorin e bashkisë Konispol janë të mbjella rreth 1200 hektar tokë bujqësore. Prej tyre 490 hektar janë me ullinj, 70 hektar me sheg, 40 hektar me arra, 7 hektar me kivi dhe 12 hektar me limona, duke e kthyer zonën në një mozaik kulturash të ndryshme. Aktualisht në këtë bashki janë të regjistruar 860 fermerë aktiv, të cilët kontribuojnë në ekonominë dhe kulturat bujqësore karakteristike të Konispolit. Pavarësisht sfidave të sezonit, puna e tyre mbetet motori kryesor i prodhimit lokal. Fshatrat e Konispolit këtë vit kanë pritur një numër të lartë vizitorësh, të cilët kanë zgjedhur të kalojnë disa ditë për të shijuar natyrën, mikpritjen vendase dhe ushqimet bio. Përgjegjësi i kulturës Vangjel Tau thotë se këto zona ofrojnë një sër atraksionesh, ndërsa vitet e fundit banorët kanë hapur bujtina për të përmirësuar shërbimin ndaj turistëve. Interesi nuk kufizohet vetëm në zonat fushore, por edhe në zonat malore, duke i kthyer fshatrat e Konispolit në destinacione tërheqëse për pushime të qeta dhe eksperienca kulturore. Fshatrat e Konispolit ka regjistruar këtë vit një numër të lartë vizitorësh, të cilët kanë zgjedhur të kalojnë disa ditë në këto zona për të shijuar natyrën dhe kulturën lokale. Sipas përgjegjësit të kulturës Vangjel Taho, këto zona ofrojnë për turistët një sër atraksionesh, përveç bukurive natyrore, mikpritjes vendase dhe ushqimeve bio që prodhohen nga banorët. Në Xhar dhe në Mursi ka vizitor të cilët qëndrojnë një muaj, 15 ditë, kanë gjetur thonë qetësinë e tyre, kanë gjetur atë pastërtinë dhe në radhë të parë një kuzhinë tradicionale. Vitet e fundit banorët kanë hapur edhe bujtina në këto zona për të përmirësuar shërbimin ndaj vizitorëve dhe për të ofruar mundësi qëndrimi më të rehatshëm, duke përfituar nga interesi i lartë i turistëve. Interesi i turistëve nuk kufizohet vetëm në zonat fushore, por edhe në zonat malore të Konispolit, të cilat tërheqin vizitorë që kërkojnë eksperienca natyrore dhe kulturore të veçanta. Në Konispol mund të jenë dy, po mund të kemi bujtina gam pak më të gjerë në Xhar dhe në Mursi. Duke pa që turizmi nuk është vetëm det, turizmi është edhe në zonat më malore, duke të t'jap një rasur këto në zonat malore, si vjetë është aplikuar dhe hipizmi. Pra, edhe shikojmë që ka ecje të ky drejtim, por gjithashtu ka dhe njerëz që interesohen për ta zhvilluar këtë. Fshatrat e Konispolit po shndërrohen gradualisht në destinacione të preferuara për turistët vendas dhe të huaj, me natyrë të bukur, mikpritje vendase, ushqime bio dhe bujtina të reja. Këto zona ofrojnë një përvojë të plotë që kombinon relaksin, kulturën dhe traditat lokale. Busti i kryeministrit rumun dhe albanologu të shquar Nikola e Jorga i vendosur në Sarandë në vitin 2016 u përkujtua në 9-vjetorin e vendosjes së tij me praninë e përfaqësuesve të lartë rumun dhe autoriteteve vendore. Me këtë rast, senator rumun dhe kryetari i bashkisë vendosën buqeta me lule në nderim të figurës së Jorgës. Qendrën e Fondacionit Nikola e Jorga me selinë Sarandë vizitoi një delegacion i senatorëve nga Rumania. Grupi i senatorëve u njoh me punën e bërë në vite për të qenë aktiv minoriteti arumun, si dhe me problematikat e promovimit të identitetit kulturor. Vizita e senatorëve rumun në Sarandë përkoi edhe me 9-vjetorin e vendosjes në Sarandë të bustit të ish kryeministrit Nikola e Jorga, i njohur edhe si historian e albanolog i shquar. Me këtë rast, senatorët të rumun, si dhe kryetari i bashkisë së Sarandës Oltion Çaçi, vendosën buqeta me lule në nderim të veprës së Nikola e Jorga. Në Albania, qëllimi i vizitës sonë është të interesohemi për fatin e arumunëve që ndodhen këtu. Pasi është një komunitet shumë i madh që jeton në Shqipëri dhe vlerësojmë që shteti shqiptar e ka njohur atë. Na gëzon fakti që edhe pushteti vendor ka marrëdhënie shumë të mira me këtë komunitet arumun. U shpreh zonja Dumitrescu duke thënë se u informua nga Fondacioni Jorga për problematikën që shteti rumun mundet të zgjidh. Do të bëjmë çmos për të dhënë bursa për profesor dhe student, për kopshte e shkolla për fëmijë nga ky komunitet. Historia se skrije ku fapte. Historia shkruhet me fakte, jo me fjalë. Jemi te busti Jorga, me dëshirën që veprat e mira të nisura nga ai
të vazhdojnë, pasi problemet e komunitetit rumun janë të shumta. Do përpiqemi që fal mirëkuptimit dhe bashkëpunimit i vendosim ato në rrugën e zgjidhjes. Împărtășim istoria cu gândul la viitor. Pano Bakalli, në cilësinë e kreut të Fondacionit Jorga, tha se po bëhet çdo përpjekje për të zhvilluar identitetin kombëtar, kulturor e gjuhësor të komunitetit arumun. Kontributin që ka dhënë ky historian i madh për Shqipërinë, si një lidhje ndërmjet Shqipërisë dhe Rumanisë, një njeri që ka hedhur themelet e shtetit modern shqiptar, një njeri që ka vizionin nga deti dhe ka vizionin nga perëndimi, ashtu ku do të integrohet dhe Shqipëria në Bashkimin Evropian, kish një vizion që Jorga e ka lënë pas dhe po e vazhdojnë dhe brezat qemi. Neve këta kanë ardhur një vizit një grup senatorësh nga Rumania për të parë problemet, për të njohur me situatën e rumunëve, minoritetit e rumunëve, çfarë nivele janë. Delegacioni senatorëve nga Rumania u prit edhe nga kryetari i Bashkisë së Sarandës Oltion Çaçi, ku nënvizuar rëndësia e bashkëtesës mes komuniteteve dhe integrimi i komunitetit arumun. Kryebashkiaku Çaçi shprehu gatishmërinë për promovimin e vlerave identitare të këtij komuniteti përmes aktiviteteve të përbashkëta artistike e kulturore. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, mirupafshim.